Nëse beson, ekzistojnë. Nëse s'beson, as mujnë me të zanë, as me të prejkë. Përsa duhet me qenë njeriu mos mi besu, besoj vesh në lumin Zot. As në fe, jom muslimane, po s'jom fanatike, besoj vesh në lumin Zot. As në xhami, as në kish. Dëgjoj për magjit të zeza, po them, njerëz që janë dopt me karakter, emotivisht që janë dopt, ata besojnë edhe frigohen edhe pe hijes vet. Edhe besojnë gjithçka dhe Alia, si dola me shëtit me qenusha, për ndryshe kohën më të shumë të në kohë e kaloj me ta. Bashorti më ka ndru jetë tash bohën 4 vjetë. Mos me bu kahre kërken, me qenusha e kaloj jetën. Me gjithë që fëmit normal interesohen për mu e sende, po une edhe jom duhan gjike, edhe e shur dhavë të lëshoj televizorin i tranoj kojshit. Edhe me këta qenusha që shtu e kaloj jetën. Të më thëmë me këta jeton? Knashna, si? Vetëm me këta jeton? Vesh me këta dytë në banes, po që aty ndërthej se kom edhe djalin me mua, po e kom ata si engju rojtar. Po. A është pa tjetër, një fëmi mu kujdes për prind. Jo, ata e kom kojshi, ata çdo ditë unë viziton, dëgjohem telefon edhe fëmi tjeri kom, po ata e kom. Unë ndoshta jo mune ma e veçantë për to për i këtë mirë, ai kujdeset, shumë kujdeset për mua. Për gjithçka, ashtu që veç uroj çdo nanë me pas bile një që ashtu si unë që e kom qata. Edhe djallë dhe kush? Histori të jetës. Histori të jetës. Ashtu, e? Desha të pyes diçka. Si? Desha të pyes diçka, në magjit zez, a beson? No. A ekzistojnë? Nëse beson, ekzistojnë. Nëse s'beson, as mujnë me të zanë, as me të prejkë. Përsa duhet me qenë njeriu mos mi besu, besoj vesh në lumin Zot. As në fe, jom muslimane, po s'jom fanatike, besoj vesh në lumin Zot. As në xhami, as në kish. Që ato janë principet e mia. A kemi shumë rast? A ke ndonjë rast familje që ka vujtë nga magjit? Nga sehirët? Jo, s'kom digju kur as... Po më kom digju për magjit të zeza, po them, njerëz që janë dopt me karakter, emotivisht që janë dopt, ata besojnë edhe frigohen edhe pe hijes vet. Edhe besojnë gjithçka dhe good excuse e gjenë që është magjia e zeza, po çka po di une. Me gjithë që mendimi jem, s'ka shans në gjatë i unë. Se shumë njerëz në opinion ka dalë që kemi vuajtur nga magjia. Po, tash adin që thonjë raste për raste, vesh garant, kur ti pyet që ta njerëz studioj pak emotivisht shushjon, psiqikisht, edhe e bjen përfundimin. Zakonisht njerëz emotivisht dopt, frigohen për gjithë shkafit, edhe besojnë, edhe dyshojnë, edhe krejt. Ai njeriu që është emotivisht, edhe psiqikisht mirë, s'ka as nuk frigohet, as nuk e prek, s'ka shans. A din që thojnë friga ta bon, beso, në të mirën vjen e mira. Thirë të keqen, normal që e ngarkon vetën, mendimi jam është shaj. A mendoj që kjo mund të lidhet me psiqik, psikologjik gjithçka? S'jom eksperte që saj fushës, po logjika që shtu folë, mendimi jam është shaj. Përshëndes. Po duni mesazh gjithë grave një ato? Gjithë grave. Që kam i shërby për jetë, ndoshta. Letjon vetvetja. Edhe vëlla mos frigohen për kur xhafit, çka dojnë, jo çka dojnë me bo, po le të shkojnë rrugës normale. Ai njeriu që dihet vëlla punë e grave, s'mujnë me jeta e grave, jeta e burrave për mua nuk janë kur s'mujnë me qenë jetë. Pse s'mujnë me qenë jetë? Pse s'muni me qenë njejtë, se ju na mujna pa juve, ju s'muni pa neve. Tash, ka qështu ka arkoha, ju rujtë Zoti, veç ata të këqit i largoh për çdo femne. I dëshiroj çdo femne sukses që thonë Zoti i bekov se cilën, sidomos femnat e mara, që janë nanat mira, që e kanë rrugën e drejtë, shqiqimin e drejtë, pozitivitet edhe ju priften bara. E ju mashkujt ju rujtë Zoti. Faleminderit shumë drejt Zoti. Zot mirë. Faleminderit shumë.